Pas më shumë se 5 vjetë të shëndrimi në paraburgim, avokatët e Jakub Krasniqit vlerësojnë që ka ardhur koha që ai të kthehet në shtëpi si i lirë nga të gjitha akuzat. Me këtë kërkesë, avokatja e Krasniqit edhe e filloi fjalën përfundimtare të premten. Ai ka qëndruar në objektin e paraburgimit për 1126 ditë, larg bashkëshortës së tij, 4 fëmijëve dhe 11 nipave e mbesave. Ne, me respekt, parashtrojmë që ju, i nderuar gjykatës, të merrni vendimin e pafajësisë për të gjitha akuzat e ngritura ndaj Jakub Krasniqit. Në fund të parashtrimit, do t'ju bëjmë thirrje që duke u mbështetur në prova ta shpallni të pafajshëm zoti Krasniqin. Lejojeni këtë 75 vjeçar të kthehet te familja e tij dhe të kaloj vitet që i ka caktuar zoti pranë familjes. Pas kësaj kërkese, avokatja Lagendra vazhdoi që t'i kundërargumentonte pretendimet e prokurorisë, duke nisur nga ato që kanë të bëjnë me libra dhe shënime tjera. Librin Kthesa e Madhe Krasniqi ka thënë që e ka bazuar në literaturë. Po ashtu, ai ka shtuar që shënimet të mos përdoren prova kriminale. Nuk mund t'i pranoni këto fjalë si pranim i autorsisë. Prokuroria qëllimshëm ka shtrembruar deklaratat e tij. Krahas devijimit të deklaratave, avokatja pretendon se prokuroria e bëri edhe një shkelje tjetër. Një element i çuditshëm në dosjen e prokurorisë është se në mënyrë të vazhdueshme i mbyll syt përpara çdo prove që nuk i përshtatet narrativës së saj. Kur flitet për rolin e Krasniqit si zëvendës komandant, prokuroria eviton elementet shfaqësuese. Para se të fillonte fjala përfundimtare mbrojtjes së Krasniqit, këtë procedurë kreu mbrojtja Recep Selimit, e cila po ashtu pati një kërkesë të njëjtë. Nëse do shikoni dhe vlerësoni në imtësi provat, do të mbrini në këtë përfundim që zoti Selimi është tërësisht i pafajshëm për të gjitha akuzat që kanë ngritur ZPS-ja ndaj tij. Si rezultat, Selimi duhet të akordohet jo fajtor dhe duhet të lejohet që të shkojë në vendin e vet pranë familjes së vet në Kosovë. Paraprakisht Roberts mohoi një tjetër pretendim të prokurorisë. Zoti Selimi nuk ka qenë komandant, nuk ka ushtruar asnjë përgjegjësi epërore në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë. Këtë përfshin edhe autoritetin e pretenduar që zoti Selimi ka qenë antar i këtyre strukturave, pavarësisht faktit që ai ka qenë një antar i njohur që në fillim i UÇK-s. Lirimin e Selimit e kërkoi edhe avokatja shqiptare Fortuna Sheremeti. Ne besojmë në pafajësinë e Recep Selimit, por nëse trupi gjykues arrin te dënimi, atëherë dënimi me 45 vjet është praktikisht dënim me jetë dhe në shpërputhje të plotë me komplet procesin. Kërkesa është e pashpjegueshme dhe nuk është në përputhje me standardet kombëtare të krimeve të luftës. Në javën e ardhshme në gjykatën speciale parashikohet që të jepen fjalët përfundimtare edhe nga vetë të akuzuarit.